Territori i Kosovës për datën 6 maj 2026 do të karakterizohet nga mot i qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave pareshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 25 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:16 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:48 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 13 deri në 24 gradë Celsius, Podujev 13 deri në 23 gradë Celsius, Skënderaj 14 deri në 24 gradë Celsius, Pej 13 deri në 22 gradë Celsius, Prishtinë 14 deri në 24 gradë Celsius, Gjakov 15 deri në 25 gradë Celsius, Malishev 14 deri në 24 gradë Celsius, Gjilan 11 deri në 23 gradë Celsius, Ferizaj 12 deri në 23 gradë Celsius, Kaçanik 11 deri në 21 gradë Celsius, Suharek 13 deri në 24 gradë Celsius, Prizren 13 deri në 23 gradë Celsius,